fëmijët e mi shumë herë në punë, në zyrën domethënë e avokaturës dhe ka pas prej kolegeve, femra, jo meshkuj, të cilat më kanë thënë se është shumë jo e mirë për juve nëse dikush nga palët shet që i ke marrë fëmijët në zyre për arsye se mundet me paragjyku që ti nuk i jep hakun punës e tjerë e tjerë. Do me thonë në radhë parë paragjykimi ka nga vetë femrat. Mirë po përderisa fëmiu ka një vend të sigurt për me qëndru dhe nuk të pengon për një kohë të caktuar në kryrën e detyrave që i ke marrë përsipër dhe i ki përgjithësi, cila është arsyeja që duhet më të paragjyku opinioni, ose ka pas raste që në Ministrinë e Drejtësisë kam lidh marrëveshje të caktuara me Ministrinë e Drejtësisë në emër të palës së dëmtuar për kompenzimin e dëmit për shkak të krimit, do me thonë që njihet në Kosovë si kompenzim në bazë të ligjit, dhe fëmijët i kanë pas me vete. Do me thonë krijon situata të tilla ndonjëherë që nëse vendos me zgjedh fëmijët ose punën, është shumë e vështirë. Kështu që duhet me vendos edhe fëmijët edhe punën.